Vitet e fundit Tirana po përjeton një transformim të thellë urban me një bum ndërtimesh ku vëmendja është vendosur tek zhvillimi i kullave shumëkatëshe. Tashmë jo vetëm zona si ish bloku apo pranë qendrës historike të kryeqytetit, por edhe prona shtetërore te Komuna e Parisit, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe godina publike të transferuara si ish Agjencia Telegrafike e Lajmeve, ATSH, apo zona afër liçenit artificial, pritet të zhndërrohen në kantier ndërtimi për struktura që do të arrijnë deri në 40 kate. Sipas agjencive imobiliare, çmimet e shitjes apartamenteve në një prej projekteve luksoze që pritet të nisë në zonën pranë liçenit artificial kanë arritur në 10.000 euro për metër katror, një rekord absolut për tregun shqiptar. Sipas zhvilluesve të kontraktuar nga Monitor, çmimet reflektojnë standardin e lartë të këtyre njësive, të cilat janë të destinuara për një grup shumë të përzgjedhur blerësish elit, si investitor të huaj dhe individ me potencial të fortë ekonomik në tregun global. Sipas tyre, apartamentet në këto kulla nuk janë më thjesht njësi banimi, por janë konceptuar si suita rezidenciale, ambiente të mëdha dhe të sofistikuara, të projektuara me arkitekturë moderne dhe materiale ndërtimi të klasit të parë. Këto projekte ofrojnë jo vetëm pamje panoramike dhe teknologji moderne ndërtimi, siguri të lartë kundër fatkeqësive natyrore, por edhe shërbime premium, përfshirë brandet e hotelerisë më të njohur në Europë, dyqane moderne për tregtimin e mallrave dhe veshjeve luksoze, si ashensor të dedikuar për emergjenca zjarri, lartësi kati deri në 4 metra dhe hapësira të përbashkëta të llogaritura me standarde ndërkombëtare. Rritja e çmimeve të rezidencave në kulla ka qenë progresive. Për çmimit të shitjes prej 10.000 euro për metër katror, më i lartë për shitje në kryeqytet, fazat e para të zhvillimit të kullave u shënuan në vitet 2022-2023. Te kulla Book Building Pasati të Tiranës, në vitet 2022-2023, apartamentet u shitën me çmime që nisnin nga 5.000 euro për metër katror, sipas të dhënave të zyrës së shitjes. Tek objekti pranë presidencës, çmimet fillestare varionin nga 4.000 deri në 4.800 euro për metër katror. Tek Rainbow Center, një godinë 7 katëshe ku dy katet e para të saj funksionojnë si qendra tregtare në ish blok, çmimet arritën në 5.000 euro për metër katror. Tek Ice of Tirana, në fazën e parë të ndërtimit, çmimet për rezidencat u shitën mbi 3.500 euro për metër katror, ndërsa për ambientet komerciale mbi 6.000 deri në 8.000 euro për metër katror. Sipas të dhënave për vitin 2025, në zonat më të shtrenjta mbeten rruga Brigada në zonën e ish bllokut, ku çmimi i apartamenteve shkon në 5.000 euro për metër katror për një nga objektet që është në fazë zhvillimi, si krahasohet Tirana me kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor. Për shitjen e pronave luksoze, tashmë Tirana ka kaluar çmimet mesatare të kryeqytetit kryesor të Ballkanit Perëndimor, duke u krahasuar vetëm me transaksione të rralla në rajon. Në Beograd është regjistruar një shitje rekord për 11.811 euro për metër katror sipas raportit çmimet e pasurive të paluajtshme në Serbi 2025. Raporti evidenton se qendra historike e Beogradit mbetet zona më e shtrenjtë me çmime mesatare për metër katror në zhvillimet e reja arrin në 3.941 euro, ndërsa mesatarja për ndërtesat e vjetra ishte 3.349 euro, ndërsa në Kroaci vetëm në rezidencat luksoze bregdetare çmimet shkojnë deri në 8.000 euro për metër katror. Në Malin e Zi çmimet para krizës financiare dhe luftës në Ukrainë arritën edhe në 10.000 euro për metër katror, por më pas era ndjeshëm me humbjen e tregut rus. Aktualisht çmimet janë ulur në 5.000 deri në 7.000 euro për metër katror. Ekspertët e tregut të real estate-it vënë në dukje se ky nivel çmimesh në një treg me të ardhura mesatare ende më të ulta se rajoni hap diskutime të vlefshme mbi përballueshmërinë për blerësit vendas dhe mbi potencialin për të orientuar zhvillimin urban në mënyra që të përfitojnë nga kërkesa e re dhe dinamika të reja të tregut. Me ndërtime luksoze që shkojnë përtej funksionit të banimit, Tirana duket se po përqendrohet në zhvillime të nivelit super të lartë, me fokus tek blerësit elitar dhe investitorët e huaj, ndërsa kërkesa për strehim po arrin të plotësohet vetëm tek zonat periferike. Çmimet e shitjes në disa prej zonave periferike nga Paskuqani në Shkozë variojnë nga 900 deri në 1.400 euro për metër katror. Prej 3-4 vitesh, sipas agjentëve të tregut të real estate, banesat brenda zonës së verdhë të ndërtimit ofrohen me çmime shitje mbi 1.500 euro për metër katror, ndërsa në zonat e qendrës dhe brenda unazës së vogël nuk gjen më apartamente me çmime nën 2.000 euro për metër katror. Pashtu, sipas indeksi Fisher i përllogaritur nga Banka e Shqipërisë, vlerëson se çmimet e banesave ju kthyen rritjes së shpejtë në 6 mujorin e dytë të 2024-s. Indeksi Fisher tregoi që çmimi mesatar i banesave të shitura gjatë periudhës u rrit me 23.6% në krahasim me 6 mujorin e kaluar dhe me 44.5% në krahasim me një vit më parë. Gjatë 6 mujorit të dytë të vitit 2024, rreth 18% të banesave të shitura janë raportuar të blera nga shteta si jo rezident,
Nga këta, rreth 77% rezultojnë shtetas të vendeve të BE-s. Në tërësi, pesha e transaksioneve në të cilat blerësit janë jo rezident ka shfaqur një prirje në rritje gjatë 5 viteve të fundit.